pranuar, sepse patjetër që reformat kur janë të reja kanë nevojë për kohë natyre të maturimit. Po kjo është diçka tjetër. Kjo ne nuk po dalim të themi do ta shkrim apo do ta grim spakun, se jemi në dy retorika krejt të ndryshme. Ne po themi që ne duam ta përmirësojmë për ta çuar në standarde europiane dhe të jurisprudencës europiane. Kurse palët e tjera janë duke thënë që ne do ta shkrim dhe do ta kthejmë mbrapa reformën drejtësi. Dhe mos harroni që kjo reformë ka qenë kushti bazë dhe i panegociueshëm dhe do të vazhdojë të jetë përgjithmonë kushti bazë, se nuk mund të bësh vend antar i Bashkimit Evropian dhe të mos kesh një drejtësi funksionale. Sepse kjo pastaj vendos në problematik të gjithë integritetin dhe kohezionin e vetë unionit. Standardet që do të kemi më vonë janë shumë të egra dhe shumë strikte, kështu që duhet ta kemi parasysh këtë pjesë. SPAK sot është aleat për Partinë Socialiste apo kundërshtar? SPAK është një institucion i pavarur, i cili është një pushtet më vete, i cili bën punën e vet, dhe unë do doja që të gjithë ne ta respektonim se të tillë. Ai respektuat ju të parët sepse ishit zotuar që nuk do komentoni vendimet e drejtësisë. Dhe nuk po komentojmë asnjë vendim të drejtësisë. Nuk ka asnjë koment. Pati një kthes të madhe edhe nga ana e kryeministrit në momentin e arrestimit të zotit Zeli. Kryeministri nxori në pah disa element, por absolutisht disa element të izoluar të një çështje të izoluar, por nuk absolutisht në asnjë në rastin e arrestimit të Bujsori ishte njëjta situatë ku kundërshton masat të sigurisë. Elementet e izoluar thash të çështjeve të izoluara, por kjo nuk do të thotë që ka një opinion të saktuar rreth SPAK-ut. Drejtësia bën punën e vet dhe si e tillë duhet respektuar. Zonja Kuko, cila është lista më e mirë e Partisë Socialiste për 11 maj? Në cilin prej qarqeve e gjeni ju më të fuqishme? Unë besoj që e gjithë lista në rang kombëtar është një listë e cila do të kombinon edhe risin, kombinon eksperiencën, po kombinon edhe maksimizimin e votës. Kështu që besoj që përtej diskutimeve se kush do duhet të ishte në një listë, patjetër që ka një diskutim shumë të gjerë rreth mendimit që njerëzit kanë lidhur me figurat të caktuara. Unë besoj që kalkulimi për listën e mandatit të 4 është bërë i mirë menduar shumë gjatë, sepse mos harrojmë që në një mandat të 4 edhe ne jemi koshient që patjetër që njerëzit kanë nevojë të shohin diçka të re, diçka e cila i ribind ata për të votuar Partia Socialiste. Kështu që besoj që e gjitha është një listë Zonja Kuko, kur thoni maksimalizim të votës, kjo bëhet edhe duke shkelur parimet e luftës politike, e afrimit atyre që deri dje kanë qenë kundërshtarit tuaj, marr shembullin e zotit Brejmllari, që ka qenë përballë jush deri dje, zoti Zeneli në Kukës dhe dy figura të tjera që kanë qenë me Partinë Demokratike. Pse ka të nevojshme Partia Socialiste që të grumbullojë figura të cilat largohen nga ato forca politike ku ata kanë aderuar deri dje? Unë s'di që ky është një parim i luftës politike, përkundrazi, unë di që ky është një parim. Nuk është se jo, përzihen her pas here. Fakti që një individ kërkon të bashkohet me Partinë Socialiste, tregon që Partia Socialiste është e para punës atraktive dhe tregon që ka një interes të shtuar për të kuptuar se kush janë ata që aq më tepër që janë politikanë me eksperiencë. Dhe unë do i besoja nuhatjes së tyre, kur braktisin ato platformat të cilat nuk prodhojnë asgjë. Nuk i braktisën në rastin e zotit Brejmllarit. U braktis ai. Ishte aq më keq atëherë. Aq më keq sepse për një dikë që ka dhënë një kontribut 19 vjeçar është e pakuptueshme se si mund të braktiset një eksponent të tillë. Por fakti që ata afrohen me Partinë Socialiste, kjo nuk është faji ynë, kjo është merita jonë në fakt, sepse ata besojnë në ofertën politike, në kontributin që mund t'i japin. Ndjen mjaftueshëm komod që Partia Socialiste nuk do t'i shty, nuk do t'i përjashtoj, pra do t'i pranoj në gjirin e saj. Dhe ndoshta jemi shumë të talentuar për ato që quhen edhe ky Abraham Lincoln, mos gaboj, që mënyra më e mirë për të mundur kundërshtarët e mi është për t'i kthyer në miq. A ka 3 klane në listat e Tiranës, sikurse thot opozita? Opozita e ka shumë të nevojshme të shpik klane, luftra të brendshme, ka vite e vite që e thot këtë gjë lidhur me Partinë Socialiste, po në fund është rezultati që e tregon se sa kompakt jemi ne, kështu që klanet në fakt janë ato që bjerrin një forcë politike dhe shkatrojnë atë, dhe eventualisht jepin rezultat të dobët, edhe jemi duke e parë se ku po ndodh.
Sa i përket PS-s, patjetër që ka një konkurrencë të brendshme të shëndetshme kudo, sepse patjetër që dhe listat e hapura sjellin atë efektin e tyre, por ne jemi kompakt sepse jemi të bindur dhe jemi dhe pragmatist që humbje me nder nuk ka, po ka vetëm fitore.